Sepse Kurti nuk do të lëshoj pra në Jo, nuk ndodhi. Nga gjithë kjo gjë, nuk është dobësuar Kurti, janë dobësuar këta tjerët. Mirë, po në dhjetor të vitit kaluar fitoi më shumë ai. Po s'ka asnjë lloj rëndësie, ai ishte vetëm, po ngelet vetëm. Një deputet, dy deputet më shumë, s'ka asnjë lloj rëndësie. Simbioza është e njëjtë. Ka një shprehje shumë bukur sicilianët. Ta them sicilianisht apo ta dhe italisht po. U provato, u riprovato, è inutile che ho provi, che più provi, più ti indutrovi. Qartë. Il provato e riprovato è inutile che lo provi perché più lo provi peggio lo trovi. Që do të thotë të provuarin dhe të riprovuarit. Është e kot që ta provosh, se sa më shumë ta provosh, aq më keq do ta gjesh. Pra, çështja këtu nuk është që fiton Kurti, që të jemi të qartë. Se ta kam thënë edhe një herë tjetër. Çështja këtu është që humb opozita. Pse? Sepse opozita nuk reflekton me realitetin. Pra, kjo lloj opozita atje, e para nuk ka lider. Se ky është problemi kryesor. 40.000 vota për një parti si PDK-ja janë shumë. Sa aq është Kosova. Më pak. E para është që humb opozita, e dyta është që s'ka lider. E treta është që ata nuk e kuptojnë që me këtë sistem zgjedhor, sa herë që të shkojnë, do të dekurajojnë të tyre dhe do e bëjnë më të lehtë fitoren.